Në këtë ndërtesë të vogël dhe ambiente të ngushta është vendosur gjykata e apelit administrative e gjithë Shqipërisë. Ngarkesa është e dukshme edhe në këtë pamje brenda zyres së kryesekretarisë. Përveç ngarkesas në këtë gjykatë, një problem shqetësues për kancelarin janë edhe ambientet e pakta dhe mungesa e stafit administrativ. Shorti për caktimin e trupës gjyqësore që shpeshherë është bërë debat me zyrtarëve të drejtësisë për manipulim, vazhdon të hidhet manualisht në këtë gjykatë. Me ardhen e dosjes që bëhet regjistrimi në kryesekretarin në gjykatën e apelit, shorti hidhet brenda ditës së short manual për efektin sepse tani është krijuar gjykata. Pritet që të miratohet fondi nga zyre buxheti gjyqësor, që të bëhet short elektronik. Shorti bëhet transparent, domethënë në pranit sekretares, të kancelarit, kryetarit gjykatës dhe dy trupave gjykues. Rrjet manual. Short manual. Me gogla, me letër. Me letër, me gogla. Që nga dita e krijimit të kësaj gjykate janë dorëzuar rreth 300 dosje, të cilat detyrimisht sipas ligjit duhet të përfundojnë brenda afatit 30 ditor nga 7 gjyqtarët e kësaj gjykate. Çështjet të ardhura momentalisht nga data 4 nëntor dhe deri sot janë rreth 295 çështje të ardhura. Nga këto për vitin 2013 14 çështje janë shpallur vendimet. Aktualisht vetëm sot nga gjykata e apelit Shkodër kanë ardhur rreth 170 çështje. Çështjet të ardhura ne kryesisht kemi nga apelet ekzistuese në përrethe, por kryesisht më shumë kanë sjellë gjykata e apelit Tiranës dhe gjykata e apelit Shkodër. Sipas kancelarit, dosjet ankimuara që kanë përfunduar në këtë gjykatë kryesisht janë për largimet nga puna dhe zgjidhjet e mosmarrveshjeve mes çështjeve tregtare.